Këto kohë kanë qenë vështira për Bubshin. Para disa ditësh, për herë të 15 mrena 2 viteve Bubshi u përmbyt, për shkak se këta kanë mbylli kanale aty në Mazhe. Unë erdha dhe bëra një video aty dhe pa diskutim që u sensibilizu, por nuk ju dha zgjidhje. Rruga Bilajit e dini shumë mirë se si është. Unë e kam denoncuar pas here, është skandal domethënë, edhe pa diskutim që duhet marrë zgjidhje njëre përfundimtare. Budulla nga ana tjetër ka mungesë rrugës edhe tu i të pishëm. Rruga Urës Gjolës për te bregut që shkon Bilaj është skandal në vete. Pra nga ana infrastrukturore Bubshi është një nga vendet më të goditura. Ajo që më ka bërë më shumë përshtypje për hir të vërtetës, duke mos i anashkalu këto që prega, është pikërisht shkolla edhe Tarinës edhe shkolla e Mallkuçit. Janë dy shkolla të cilat janë mbyllur, edhe qendra shëndetësore. Është shkolla e Mazhës vogël që është prish nga tërmeti. Kur mbyllet një shkollë hapet i burg. Pse u mbyllën shkollat? Shkollat u mbyllën për shkak të shpopullimit. Kjo nuk është lëvizje lirë apo. Kjo është një agjendë e pastër për shpopullimin e Shqipërisë. Po bëja llogari me vete, ky zotnia nga Mallkuçi që i është prish shtëpia nga tërmeti ose nuk i është prish, i kanë heq ambulancën, i kanë heq rrugën, i kanë heq shkollën, atëherë çfarë do bëjnë? I vetmi shtek që i kanë ngel këtij nga Mallkuçi është që të shkojë ose në Gjermani ose në Itali. A nuk është kjo agjendë për shpopullimin e Shqipërisë? Kjo ndodh në gjithë Shqipërinë. Por në Mallkuç është më rënd, sepse është 10 kilometra nga aeroporti ndërkombëtar i Rimës. Ta na thonë neve pasaporta europiane, kur ne na mbyll shkollat. 7 shkollat mbyllen rreth kryeës. Bubshi, një nga njësitë më shpopulluara të Shqipërisë, 24% hik nga Bubshi. Ajo që duhet bëj Partia Demokratike si gjë e parë dhe emergjente është bashkimi i familjes shqiptare. Nëse ne bashkojmë familjen shqiptare, do prosperoj Bubshi, do prosperoj Fushkruja. E din vetë se si ecet pastaj. Por si do bashkohet familja shqiptare? Kemi shkruajtur programin për familjen dhe i kemi propozuar doktor Sali Berishës krijimin e Ministrisë Familjes. Ne do të jemi për çdo lloj padrejtësie që do të bëhet. Ne do të jemi për çdo lloj përmbytje, ne do jemi për çdo lloj gjë. Ne urojmë që mos ketë më përmbytje, dhe ta zgjidhim një herë për gjithmonë punën e përmbytjes, edhe në Bubqë edhe në Murqi dhe ku ka vende të tjera. Por ne do merremi së pari, ju thash, me familjen 1 dhe me shkollat 2.